Laz Ajeti e nisë përballja. Të parët me topin, marrin topin Krye Qytetasit. Ja ky pasim në tëllësi të zonës për Zungranan. Kërkohet hapësira për goditje dhe 0-1. Minuta e 4 Prishtina Re krijon e përsi. E majta potente Berishës, nuk pati se çfarë bënte Dorard Kastrati. Se është e mirë tani për Vana, se çfarë rasti. Ja shkon topi. Mundësi ideale për Kikën që të barazoj shifrat. Nuk arriti Zeqria Lili. Rasti tani për Kikën. Kërkohet hapësira për goditje. Tjetër kërcërimi. Edhe njerë përshojmë. Pak fat ka mundur që pasime në qëndër. Edhe një krosim, çfarë goditje me kokë atje nga Zungrana. 0-2 rezultati aksioni bukur e Prishtinës së Re. Në një reakcionin nuk pati këtu offside. Të jetë precise goditja me kokë e Zungranas. Krosimi i Labinot. Tani mundësia për Kikën, kërkohet hapësira për goditje, çojmë, çfarë pasimi mirë është ky? Mirë po, pati offside. Është 11 metrësh. Në kozëri maksimal nga Bunjaku. Goditje aty. I saktë është nga pika e parë. 2-1 rezultati në favorin e Prishtinës së Re. Hapësira për të realizuar sërish gol. Pasime siguri Kika do të hap lojën në kërkim të golit të barazimit. Jetullahu. Labinot Jetullahu. Pret portieri. Direkt goditja në portierin Dorard Kastrati. Ja përshojmë këtu. 3-1 rezultati. Të jetë precise goditja e Astrid Berishës, sërish asistues. Nuk pati këtu offside, vjen edhe konfirmimin nga dhoma e varit. Kjo goditje është e pandalshme. Tjetër rast për Prishtinën e Re. Pasimi shumë mirë çojmë, vjen goditja pret portieri Kastrati. E theksojmë edhe njerë të ndërruar, shikos disa pritje të ti. Dërën këto do t'jenë pjesë e Superligës, pjesë e ligës të futbollit tonë. Byrat e Gjëshkana Gjilan. Prishtina Re dhe zyrtarisht është skuadër kampione në grupin B të Raiffeisen ligës së parë. Prishtina Re edhe zyrtarisht është skuadër kampione në grupin B të Raiffeisen ligës së parë. Fesa është tërësisht e tyre. Me plot merit Krye Qytetasit e fitojnë titullin kampion dhe sigurojnë pjesëmarrjen në elitën e futbollit kosovar sezonin e ardhshëm.